dispozicion, institucionet e vendit përballen me presion rritje për të gjetur një zgjidhje për postin e presidentit. Pavarësisht afatit që po afrohet, deri më tani nuk ka sinjale konkrete për një kandidat që mund të sigurojë konsensusin e nevojshëm politik. Këtë e tha edhe kryeministri Albin Kurti kur u pyet nga gazetarët. Kjo deklaratë e kryeministrit Albin Kurti vjen si përsëritje e qëndrimit të një dite më parë, duke mos ofruar detaje të reja për rrjedhën e negociatave. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i parë Glaukon Jufca edhe sot nënvizoi se do të tërhiqet nga kandidatura nëse gjendet një emër jo partijak për pozitën e presidentit. Nëse është jo partijak, unë jap dorëheqje për kandidaturës time, sepse po gjendet një i gjithëve. Kush jam unë me mbyll rrugë? Ju thash edhe dje, është shumë më e rëndësishme me pas president se ai më quajt Glaukon Jufca. Është shumë më e rëndësishme me javën Kosovës një president. Sipas tij, një president jo partijak do të kërkonte pajtim të plot mes të gjitha subjekteve politike, duke nënkuptuar një proces më të gjerë dhe më kompleks negociatash. Megjithatë, deri në këtë fazë nuk është hapur si opsion marrëveshja për një president partijak. Ndërsa afati po afrohet, ende nuk duket nëse partitë politike do të arrijnë të gjejnë një emër të përbashkët apo vendi do të shkojë në zgjedhje të reja.